Reagimi i analistit është përforcimi i stereotipeve gjinore dhe minimizimi i rolit të grave në shoqëri. Analisti Valon Sylla ka reaguar pas një postimi të aktivistes Vasfie Krasniqi, ku ajo shfaqej së bashku me 2 deputetet e zgjedhura të lëvizjes vetëvendosje, Edona Lalloshi dhe Adriana Matoshi. Megjithëse bëhet fjalë për një aktiviste me famë botërore në luftën kundër përdorimit të dhunës seksuale si armë lufte, pra Zonja Krasniqi dhe 2 artiste të njohura Matoshi dhe Lalloshi, Sylla ka zgjedhur të përdorë një gjuhë përçmuese. Përmes gjuhës së tij, Sylla ka reduktuar gratë në stereotipe kulturore, duke i vendosur ato brenda kornizave patriarkale të diskursit publik, ku kontributi i tyre intelektual, politik dhe shoqëror minimizohet përmes përplasjeve seksiste. Në këtë kontekst, Sylla ka përforcuar stereotipin e grave si qenie që këshyrin fall, duke mirë mbajtur ndarjet gjinore patriarkale. U hanëm ingje, u kënaqëm, filxhanat a pikëshyrni tani, ka shkruar Sylla ndër të tjera në një reagim të tij ndaj kësaj fotoje ku ato shihen të treja bashk. Kryetari i LDK-s në Prizren, Driton Selmanaj, ka reaguar pasi procesi i rinumërimit të votave ka nxjerrë në pa parregullsi ku disa kandidat janë prekur apo ndryshuar votat. Selmanaj në Facebook, zgjedhjet e 28 dhjetorit i ka quajtur manipulim industrial. Ai ka thënë se është rinumërim në të gjithë Kosovën dhe kjo duhet të bëhet e domosdoshme. Fatkeqësisht, këtij skenari nuk i ka shpëtuar as lista e kandidatëve të LDK-s, përfshirë dhe mua si kandidat për deputet. Unë si kandidat për deputet dhe si kryetari i degës së LDK-s në Prizren, distancohem tërësisht nga kushdo që ka marrë guximin të tjetërsoj vullnetin e qytetarëve të komunës sonë, ka shkruar Selmanaj në llogarinë e tij në Facebook, në vijim postimi i tij plot. Nga vjedhja industriale e votave në 2010 në manipulimi industrial në 2025, menjëherë pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit 2025, pata reaguar me status publik për dyshimet e mia për manipulim votash në qendrat komunale të numërimit në gjithë Kosovën, si dhe në përfaqësi diplomatike dhe votat me post. Në atë kohë, bashkë me disa kolegë, ish deputet, kërkuam rinumërim të përgjithshëm të votave, por përgjigjja që morëm u injorua totalisht nga të gjithë. Nga injorimi industrial nga KSZ si dhe nga mungesa e vullnetit në të gjitha subjektet politike për ta zbardhur të vërtetën, komisionerët morën guximin dhe e përsëritën të njëjtën situatë në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, e the me bindje se ajo çka po vërtetohet në komunën e Prizrenit nuk është rasti izoluar, por një dukuri që ka ndodhur në të gjithë Kosovën. Prandaj edhe në shkurt dhe tani rinumërimi të gjitha kutive ka qenë dhe është i domosdoshëm. Rinumërimi në Prizren po nxjerr të dhëna tejet shqetësuese, ku të gjithë kandidatët të gjitha partive politike pa përjashtim janë prekur apo ndryshuar votat, disa me dallime shumë të mëdha e disa me të vogla, por asnjë nuk i ka shpëtuar abuzimit apo ndryshimit të vullnetit qytetar. Ky fakt nxjerr dyshime për skenar të mirë organizuar për abuzim masiv të votave për të gjithë kandidatët. Fatkeqësisht, këtij skenari nuk i ka shpëtuar as lista e kandidatëve të LDK-s, përfshirë dhe mua si kandidat për deputet. Unë si kandidat për deputet dhe si kryetari i degës së LDK-s në Prizren, distancohem tërësisht nga kushdo që ka marrë guximin të tjetërsoj vullnetin e qytetarëve të komunës. Kemi dyshimet tona që ky skenar ka qenë i mirë organizuar dhe ka përfshirë të gjithë kandidatët dhe të gjitha partitë politike për të balancuar dhe shpërndar abuzimin tek të gjithë në mënyrë që të mos identifikohet lehtë si problem, por këtë tashmë i mbetet ta vërtetoj organi i drejtësisë. Po e përsëris atë që e kam thënë edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit, se KSZ, prokuroria dhe institucionet e tjera kompetente në kuadër të kompetencave ligjore dhe kushtetuese duhet t'i ndërmarrin të gjitha veprimet që ta rikthejnë rregullsinë e procesit dhe me këtë abuzivitet të madh të marrin dënimin e merituar. Vota se cili qytetar është e shenjtë dhe të gjithë pa përjashtim duhet të angazhohemi që ato të mbrohen me çdo kusht. Mbrojtja e rregullsisë së procesit, ku përmes votës shprehet vullneti politik i qytetarëve tanë, është misioni më patriotik që sot mund t'i bëjmë vendit tonë. Pas një dyshim, Lidhja Demokratike e Kosovës duhet ta udhëheqë këtë mision. Rinumërimi i votave në të gjithë Kosovën është e vetmja mënyrë që zbardh të vërtetën dhe rikthen besimin e të gjithëve për këtë proces elektoral. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, KSZ-ja dhe subjektet politike nuk kishin vullnet. Uroj që tani mos të bëjnë të njëjtin gabim. Shënim, për korrektësi po e bashkangjis statusin tim të postuar më 9 mars 2025 pas zgjedhjeve të 9 shkurtit.